Isha marrë vize dhe do ikja për në Gjermani. Dhe aty kam bërë një gënjeshtër të vogël. Përshëndetje miq të kanalit tim të YouTube-it, siç më shikoni jam veshur me një kazak blu dhe kjo do të thotë shumë pasi kam vendosur që të flas për ju, të flas për ne, për profesionin tonë të mrekullueshëm dhe do ta nis duke folur pak mbi eksperiencën time, por qëllimi i kanalit tim është për të mësuar së bashku, për të përsëritur së bashku, se dhe unë kam filluar po jarroj duke ndënjur në shtëpi, sepse 2 vite pa gati 3 vite janë me vërtet shumë dhe integrimi gjithë kësaj kohe ka qenë shumë i pakët, duke qenë se jam marrë vetëm me edukimin dhe fokusi ka qenë te fëmijët dhe gjithashtu jam marrë duke folur se gjithkohës shqip me ju në TikTok, në YouTube, në gjitha kanalet e mia dhe vendosa thash ok, po bëj një përsëritje së bashku me ju, të tregojmë pak edhe për ato fillimet tona, vështirësitë tona. Do fillojmë gjithashtu siç e shikoni këtu mbrapa të përsërisim edhe një herë pjesët e trupit në gjermanisht, pastaj do flasim për sëmundje, do flasim për simptomat, do flasim për maasname, do flasim për provimet e licencës, Kenntnisprüfung, ashtu për problematikat e ndryshme që kemi në profesionin tonë të mrekullueshëm, të bukur, të vështirë, që i ka gjitha brenda dhe jo çdo kush mund ta bëjë këtë profesion. Prandaj jam e lumtur që jam pjesë e këtij profesioni, kam zgjedhur profesion edhe do vazhdoj. Si fillim për ju që nuk më njihni, unë jam Lerina. Kam mbaruar për infermeri në Shqipëri, kam 3 vite bachelor, kam bërë gjithashtu edhe 1 vit e gjysmë master për infermerinë e përgjithshme. Ka qenë një dëshira ime në fakt të vazhdoj për infermeri, duke qenë se mami ka mbaruar për mami, edhe pse ajo më thoshte që nuk është shumë i përshtatshëm si profesion për ty, sepse shumë i vështirë për jetën më tej. Vendosa ta ndjek se jo një nga fëmijët të vazhdonte po themi pak a shumë në hapat e saj, pavarësisht se nuk e zgjodha degën e mamisë, edhe pse ëndrat e mia kanë qenë të shumta, të ndryshme dhe nuk kanë lidhje fare me këtë profesion. Hobit e mia gjithashtu për muzikën, për kërcimin, për këngën, nuk është se do t'i lënë në arrest, do vinë ndoshta një ditë. E di që do thoni, tani të iku mosha, por nuk i dihet kur. Filloi gjithçka, le të themi pasi mbarova universitetin, e kam thënë edhe pak në një intervistë të shkurtër që kisha televizive. Pasi mbarova masterin e parë, ishte më vërtet shumë e vështirë që të gjeja një vend pune, po dhe në rast se do ta gjeja atë vendin e punës nuk ishte aq i sigurt që unë të qëndroja në atë vendin e punës, duke ditur situatat tona në vendin tonë, politike, ekonomike etj. U hapën lajmet që po iknin shumë masivisht drejt Gjermanisë, kryesisht profesioni i infermierëve. Dhe mora feedback të mira dhe thash ok, po e provoj dhe pse më duket shumë e vështirë. Pjesa e të mësuarit gjuhën gjermane, që ishte një gjuhë domethënë një gjuhë që nuk më ishte rrahur vesh ndonjëherë dhe nuk ishte njësoj si anglishtja dhe italishtja që dhe mund ta mësoje, ose më saktë kisha mësuar gjatë shkollës. Madje ka qenë një nga motrat, sepse unë vija dhe kam marrë në Gjermani përpara se të vija vërtet si infermiere dhe kam punuar tek motra e mesme. Më thoshte gjithmonë, sepse nuk e duroja dot si gjuhë, më thoshte gjithmonë që Blerin, shiko, mëso ndonjë fjalë se nuk i di, të vish të fillosh këtu, të fillosh si infermiere, madje merrte dokumentat me vete, edhe unë që thosha, po çfarë po thua motër, kjo është një gjuhë shumë e vështirë, nuk kam shanse unë ta mësoj të gjuhën. Ndërkohë ajo kishte mësuar goxha fjalë dhe fjali, sepse kishte më shumë kohë këtu. I them unë që unë nuk e mësoj dot të gjuhë, edhe vazhdoja rrugën, punoja normalisht në atë periudhë, jo në profesion, ka punuar në kuzhinë, edhe vija gjithmonë kufjet, edhe vetëm fjala e parë që unë kam mësuar ka qenë ja dhe nein. Më kujtohet edhe pjesa kur më thoshte mbesa, pasi normalisht unë do lëvizja vetë, mësova thjesht ma bënde me skic në flet, domethënë adresën e shtëpisë dhe adresën e punës dhe ma bënde shqip që këtu është puna dhe këtu është shtëpia, do marrësh këtë autobusin, do hipësh këtu dhe do zbresësh këtu. Dhe më vjen për të qeshur, e përshëndes mbesën time të vogël edhe të madhe, ai që më kanë ndihmuar, ishin me vërtet shumë të vogla në atë periudhë dhe mundoheshin gjithmonë shpjegoni mua sa më mirë dhe sa më lehtë që unë të kuptoja mos u mbisja rrugën, se më kapte një panik kur u mbas rrugën ose ambienti ku unë punoja fliste vetëm greqisht. Dhe gjermanisht shumë pak, ndoshta me klientelën, unë s'kisha lidhje fare se isha në kuzhinë. Edhe ishin dhe punonësit grek, kështu që unë greqishten e përvetsova shumë mirë. Duke qenë se kisha punuar më përpara në Greqi tek motra tjetër. Që mos të vije gjatë gjërë. Vendosa atëherë kur u ktheva, thash ok, po e provoj. Po e bëj kursin, edhe pse më duket shumë e vështirë.
Fillim, në fakt, Anjëshin e kisha nisur vetë, duke qenë se një nga firmat, nuk ka qenë as firmë, duket, por diçka me dinjor. Tua që do mësej në Gjermani dhe s'kisha nevojë fare për asnjë nivel gjuhë, ndërkohë që unë thash, okay, po bëj Anjëshin të paktën të di për veten time, të flas 2 fjalë, edhe e nisa ato privatisht. Mësova goxha mirë dhe kur fillova direkt te kompania që mësonte në Gjermani, diesha sikur dija më shumë se ata të tjerë dhe normalisht ngrija dorën ose dija diçka dhe më shikonin edhe kështu që shikjo e di ka këtë. Ndërkohë kishte normalisht edhe të tjerë që kishin qenë ndoshta në Gjermani në azil edhe e kishin të përvetësuar gjuhën gjermane dhe donin vetëm nivelet. E nisa me shumë të theme pasion do gënjej, po e nisa me dëshirë të drejtën. Thash, okay, po e provoj dhe them se do je dal. Duke qenë se niveli A1 më duk shumë i thjeshtë, nuk më duk shumë i vështirë. Edhe thash, okay, po kur kalova te nivelet e tjera ishte tjetër, o zoti i madh. Edhe pse mësuesen thoshte goxha mirë, e kam falenderoj shumë mësuesen Fatbardhen, e cila edhe kur e thosha gabim se unë jam një nga ato natyrat që edhe kur e kam gabim diçka dua ta them, ta shpreh, ngrija dorë, edhe pse bëja gabim doja që të flisja. Në këtë mënyrë mendoja se do ta përvetësoja gjuhën gjermane dhe kisha me vërtet të drejtë, se më thoshte dhe Zysha që duke folur do ta përmirësosh gjuhën. Kalova te nivelet, normalisht të gjitha nivelet, po në çdo nivel që unë shkoja, në çdo provim që unë shkoja, thosha nuk ka shanse unë ta marr të provimin, edhe dilja gjithmonë duke qarë. Ndërkohë që burri, atëherë ishin të fejuar, më thoshte gjithmonë që do ta marr, duke më parë mua gjithë kohës që unë studioja, rria vetëm me librat, ndërkohë në atë periudhë më tha mos puno fare se e mira është të fokusohesh, të mësosh gjuhën edhe të ikim sa më shpejt. Edhe unë që vëzi prisja të mbaroja nivelit dhe të ikja në Gjermani. Ndodhi pastaj siç më dha dhe burri, do t'i marrë që mora madhi në B2, kemi qenë shumë pak veta që e kemi marrë, edhe nuk e prisja, kam qarë në atë periudhë duket fillova diku te 1 muaj punë se nuk kisha shpresë, thash po sikur ta humbas. Ndova gjithë kjo lodhe, gjithë sakrifica që bëri dhe burri për mua, duke më çuar, duke më marrë, duke më suportuar, duke më folur gjithë kohës pozitivisht që do ta marr, se unë shikoj gjithkohë duke mësuar në përshpi, vetëm me libra në përshpi, edhe kishte momente dhe ditë që unë nuk dilja fare, doja vetëm të fokusohesha, ta mësoja, sepse kishin normalisht dhe intensiv nga ana të premte si në shoqe e ngushtë, edhe më thotë që e kemi marrë vetëm në të dyja provimin. Edhe ndërkohë që unë nuk e besoja dhe kemi qartë të dyja, nuk e besoja gjallë në botë që unë do kisha marrë B2-shin se aq e vështirë sa ishte, edhe 2-3 nuk maj më mirë nga klasa jonë. Ishte një surprizë për mua, edhe tani që kujtoj më pritet të duar. U përqafua, u përlotën dyja edhe ndërkohë erën të dyja dhe në Gjermani, po do ta tregoj edhe këtë histori. U kryen gjitha me sukses, pastaj ishte babi ka qenë një nga ata persona që nëse i thoshe diçka, i thoshe edhe shumë krenarit e gjithë tjerët që shiko vajza ime do iki, vajza ime ka marrë vizën. Edhe duke parë gjitha të trysnie, gjitha stres që unë kisha pasur, për vetë faktin se gjithë prisnin duke qenë se kishte marrë vesh që do lëviznim për në Gjermani dhe isha në proces, isha shkënjur një herë, isha në proces do etikja, kisha marrë provimet. Edhe që gjithë kohës ishin këto pyetje që do ikësh, kur do ikësh, pse s'ke ikur, çfarë po ndodh, jo po të gënjej, jo po kjo është mashtrim, jo po ndin dot kështu, jo po ua bëjnë ashtu, edhe më ishte kthyer pak si në stres, jo vetëm mua, por edhe ato shoqet e mia, kishin pothuajse pak të njëjta gjëra që në gjithë kohës këtë presionin që çfarë po ndodh nga njerëzit e afërm, nga komshia. Ka qenë ai momenti që ai mendoi se e kuptoi, unë i kam thënë që do shkoj në Tiranë, të filloj punë tek Spitali Amerikan. Ndërkohë që unë isha përgati për të ardhur atë ditë, edhe